A ka shenja që ne si prind doktoresh mund t'i dallojmë? Se ndoshta ende nuk kemi në atë fazën ku shkojmë kontrolla rutinore, megjithëse na e themi çdo herë që check-upet janë shumë të rëndësishme. Edhe nuk është hiç mirë që i presim shenjat, po ta zëm për përqindjen më të madhe të qytetarëve. Po, zakonisht prindrit i vrejnë ato pjesën estetike, sepse ortodoncia e rregullon si funksionin, po ashtu edhe estetiken e dhëmbëve. Ekzistojnë raste të cila për shembull nëse vreni një vest të keq të fëmijë që prolongon për një kohë të gjatë, siç është thithja e gishtit, e gjuhës, faqeve, gjasandeve të ndryshme, pastaj përdorimi i zgjatur i biberonit, pastaj frymarrja orale, të gjitha janë këto problematika të cilat menjëherë duhet të lajmërohet te specialisti i ortodoncisë. Pastaj rastet kur vrejmë kafshime të kryqëzuara, kjo i referohet rasteve tash normalisht dhëmbët e sipër i mbulojmë dhëmbët e poshtëm, ndërsa në rastet ku një dhëmb ose disa dhëmbë të poshtëm i mbulojnë të sipërmit, atëherë këtu kemi të bëjmë me një çrregullim të kafshimit të kafshim të kryqëzuar. Ky është një rast i cili duhet të trajtohet menjëherë sapo vrehet, sepse nga një problem i cili është ndoshta vetëm dental shkakton një çrregullim të rëndë skeletik. Pastaj të gjitha rastet ku vrejmë që dhëmbët e sipër i mbulojnë dhëmbët e poshtëm afërsisht deri në 4 mm. Mirëpo nëse hasim prindrit që vrejnë që dhëmbët kontaktojnë me indet e buta, shkaktojnë trauma, atëherë të gjitha janë këto raste që duhet menjëherë të kontrollohet mjeku specialist i ortodoncisë. Pastaj rastet e kafshimit të hapur, këto janë raste kur fëmia e mbyll gojën, mirë po nuk arrin në një kontakt në mes të dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm. Pastaj disa raste, këto janë raste që dhe shumica prindëve identifikojnë ku dhëmbët e sipërm janë më përpara dhe këta duhet të trajtohen për shkak të predispozitës për trauma dentale, si dhe ndikon atë edhe në pjesën estetikës, sepse kur dhëmbët janë jo të drejtë, kur kemi një harmoni jo në rregull të fytyrës, kjo ndikon në mirëqenien emocionale dhe vetbesimin e fëmijës. Këto janë disa prej problematikat të cilat duhet të trajtohen menjëherë sapo vrehen. Pastaj kemi edhe çrregullime tjera, siç janë rastet e një rritje dhe zhvillim i pabalancuar të nuflës së sipërme dhe të poshtme. Këto vrehen sigurisht vetëm raste të rënda, se këto vrehen kryesisht nga mjekët profesionistë. Rasto i referohen klasave të dyta ku ose nufla sipërme është më përpara, ose nufla poshtme është më mbrapa, ose rastet e klasave të treta ku kemi një mbizhvillim të nuflës poshtme ose një moszhvillim i nuflës së sipër ose kombinime të ndryshme.